Prej dobive që i kanë dhirë disa prej djetare, e që është shumë interesant, është dita Arafatit, është shumë interesant. U shakon Arafat e di, po nëse si e kanë, këshire në internet, sot e ki mundësi në YouTube me e këshire. Arafat është i kodër e thjesht, kodër periferi e Mekës. Kodër periferi e Mekës. Apo, mirë, në të kodër, asë një ndërtim s'ka. Si veç në haq vendosin disa shatora për mi u bëj hizmet haxhive dhe ngrejnë prap të rreqën. E mirë dietar thanë, dita Arafatit, pse o ditë e madhe? Nga se simbolizon krejt dunjajën me çakon ta. Si e simbolizon dunjajën? Ja. Nëse i hek njerëzit pi dunjaja çka? Vend i shkret. Nëse s'ka për shembull, shkon ti me një vend s'ka kurkush asnjë njeri. Çka thu fjalën e parë? Shkret kana. A thu çështu? Mirë. Kush e mbush? E mbush Allahu me njerëz. E mbush Allahu me njerëz. Apo? E mirë, dunjaja i ngjason çati venit Arafatit. Se dunjaja është shkret. Mos me pas mbush Allahu me njerëz, ti sturreke aty. Apo andaj njerëzit nuk rrin kur s'ka kurkush. Njerëzit nuk rrin kur s'ka kur gjë. Sepse ndihen të shkret. Andaj insani e ka marrë emrin insan që së rri vet. Insan do me thonë një qenje që së rri vet. Andaj ka kriju Allahu edhe gruja. Se burri së rri vet. Mirë. Arafati i ngjan si është ajo shkretin, dunjaja është shkretin. Mirë. Si mbushet kjo shkretin? Si mbushet? Allahu ka kriju njerëz nga tana anë edhe ka mbush dunjaja. Apo? Andaj kemi vene Laraman. Cili o qëllimi i ketë dunjajës, ajo shka është qëllimi ati venit në Arafat. Mi thonë dikujt pja gjilerve, apo rrisë ko ka mirë këtu, thot jaje. Aja so sa vajibin po, këthejna. U luta, do më thonë, këtë dunjatë të dëruar që më të lini. Ska kur far manaje, ska kur far kuptimi ardhjan këtë dunja nëse ti s'lutësh, nëse ti nuk e ndjek ligjin e Zotit, nëse ti nuk i ban sejsh dhe Allah. Vallahi është si me t'lanë me një shkretir. Edhe pse ti kanë gjujt dohaje edhe ushqime, ti habitësh, po prap ka me shkretir. Andaj shiko njeri, zhvillohet, prap del në vorë. Prap në vorë. Apo, këtë bota, të anë ka vorë. Dunjaja i ngjan Arafatit. Qysh i ngjan Arafatit? Kemi anë këtë dunja, shkret. E kemi mbush na. Cila manaja mbushës? Pse kanë shkuar gjithë në Arafat? Mu lut. Pse kemi ardhur në këtë dunjë? Mu lut. Po nuk u lute. Çka jetu lip? Me shku ti mas Arafatit, me shku mas Axhillokit në Arafat, asnjë njeri se çej. S'ka ceremoniat, s'ka pse me shku aty. E këtë dunjë, ai i cili se di pse ka ardhur, ai s'ka mundsi kur me jetu gjallëninë e dunjajës. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, dita më e mirë dita e Arafatit, se në këtë ditë Allahu xhelel zbrat në qiellin e dunjajës. Edhe ju thot robë çka dojnë këta? A e kupton ti çka do? Domthon, Allahu pse zbrat? Zbrat vetëm për ata njerëz të cilët e dinë se kanë ardhur këtë dunjë. Keni pa kur japin për shembull vendet mëdha të punës. A thonë hajde kush mundje? Ta zojnë për kirurg, ta zojnë për një pozitë e cila është shumë e madhe, e cila do shkollë të madhe, përvojë të madhe kështu me radhë. A thonë hajde bëma një kushëri, nëse të na e dini ju që është xhurulldi, po folmi ku ka diku në rend. Apo çka thonë? Ja, kata. Janë 500 vene shembull të lira, kandidojnë 5000, 4500, spranohen ato. Se duhet kushti filan kushti. Duhesh me plotësue. E si dojnë në xhennet? Hajde që tu ngrumë mos po mze. Jo. S'ka të Allahu gjë ngrumë. Ti s'munësh dunjajës me hik, a munësh ti me shku diku me thon, po ta hin që done. S'ka mundsi. E te Allahu xhelalu ala nuk kalohet çështë që shmendojnë ana. Si kalohet? Me lutje vetëm. Andaj dunjaja i ngjan shkretinës së Arafatit, po nuk e mbushëm me dua dhe lutje dhe përgjërim para Allahu xhelalu, dhe nuk e dina pse kanë ardhur këtë dunja. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu na mundson që ta kuptojna hakikatin e jetës tonë në këtë dunja.